Qelin u letrën dhe linë, më i bukur duke të fshati, të lirit e bashtërime. Maroj, një mërëma dhe përshëndetje mi se tini sotë në... Fiksim fare. Bukur. Shiko se më duket e keni haruar, ose më saktë, ju kalon kështu si pluri let ju ka zënë. O zot sa bukur flasin atë. Edhe nuk ka gjë më të mirë në këtë botë se sa të ndjesh e ti je shqiptar. Të jesh shqiptar, zëre se jesh shqiptar. Ashtu. O sa mirë. Me qenë e mace e shqiptar. Ashtë me qenë. O sa mirë të jesh, po me qenësh trajta e shkuar e formës të jesh në mënyrë kallëzore. Urdhëro po. O sa mirë të jesh shqiptar. Edhe kush janë gjëra që na bëjnë të ndjehemi krenar që jemi shqiptar. Me lesh, pa lesh, ti do që të jesh, ti prap shqiptar do jesh. Kultura jo, e shkuara dhe e artja jo në plot dritë, kupton apo jo. Trashëgimia jo kulturore. Që ke? Që ke, më? Mësusi na ka ike, na ka i kushtare, mësusi kujdestare. Tringe në dep prej druni. Dhe një nga arsye që tha që na bën ndjehemi krenar jemi shqiptar është trashëgimia jon kulturore e pazvendësueshme. Shqipëria e bukur e dheut. Baçën, a më çka keni pse hapini ku flasu kështu apo? Duhet më dëgjoni me kështu gojë hapura, të dyja, rini gojë hapura. Qa përnda, valla. Ndigja. Shkuam në... Një shtëpi të klasit të parë në Brarë. Shumë Tiranë të di nurën e Brarit. Ke 7 dhomat aty janë shpëla. U lat aty edhe vajza ambasadori çek ta sogohe. E sa e mirë ka qenë. Ne rinim kështu si guam gjithë. U përvojloshim ka dielli. A thonë se kishim pa një gotë u la. Ne po i kishim pa me kilota tjera. Ishte çeke ajo. Nese. Vishte një shtëpi monument kulture tek ura në Brar, pra jo tek ura, por në Brar. Shtëpi e bukur, a? Njës. E di si është? E pa bame. 100% mite. It's beautiful. Shumë bukur kjo natyra këtu, shumë e bukur. Ku do më qosh sot, Bledi? Sot të James do të të qojnë në një shtëpi e cila është monument kulture, shtëpi e vjetër dhe mbrojt me shumë fanatizëm nga shteti. Dhe sërsa është shumë larga, është vetëm 5 kilometra larg qytetit të Tiranës dhe mund të vjesh këtu për një çare kore. James, kjo është shtëpia që unë të tregova aty. This? Po. Monument kulture. Mbrohet nga shteti, duhet jetë, është e sigurt. Që se ishte mbyllur aty dera, si duket janë fazë pushimesh, ne mund të futemi që këte, që? Ta provojnë. 31. Kjo është James dhe surpriza është brenda 31 numër fati. Wow.
Kjo është ajo shtëpia 300 vjeçare ku unë të thash do të cjell. Siç e shikon, këtu ambientet janë të ndara, Gjems. Kjo pjesa këtu janë dhomat e gjumit. Këtu janë dhomat apo bodrumet ku prodhohej vaj dikur, ku shtypeshin ullint. Kjo pjesa këtu është pjesa e kuzhinës, kitchen. Më kupton? Ndërsa kjo këtu është avllia apo oborri, si mund t'ja themi më kontemporane, më e gjumë, më e re. Këto i kanë sjellë për të rregulluar larg shtëpinë? E këtu sollën një herë për të rregulluar, po ç'a bëm ne? Ne menduam që për ta ruajtur sa më të vjetër, ne tham mos t'i vëmë dorë fare, në mënyrë që edhe turistët që do vinë të kenë ç'a të vizitojnë, Gjems, mos të shikojnë një gjë të re, gjë të rikonstruktuar. Kjo është mirë të mos e tregoni. Jo, ne e mbajmë larg nga sytë e shtetit, që mos ta shikoj shteti. Prandaj thotë mbrohet nga shteti, që mos ta shikoj shteti, se po e pa shteti? Eksakt. E rikonstrukton. Ashtu është shpreha që na tha jo pllaka atë ditë. Të marrë të mortja. Muzeumet. Kujdes. Ka shumë shtëpira të tilla këtu? Sa të duash, Gjems, plot. Edhe ju i ruani në mënyrë shumë të mirë. Po, I konservoni. Po, sa më antike, dhe më keq akoma se kjo. Këtu nuk ka bujk, s'ka cicërum. E pe? Shumë bukur. Unë mund të hedh këtu një monedë që të kthem prapë? Ja. Unë them më mirë t'i bëjmë sipas zakonit shqiptar. Merr 2 gura lec të vegjël. Ja. Yes. Dhe hidhim mrapsht tash kështu. Okej. Po, ikim tash. Kjo është që të mos harxojmë para? Apo ka kuptim tjetër? Sa të zhua që jeni ju shqiptarët? Kjo është që mos të vi unë, mos të shikoj këtë? Kurrë, ikim. Saga, na pizzerica. Non pizzerica me shpinje që ron pa. Pak mure ka. Mure kultura e kuptoj. Monument kulturë shtëpi rasa. Rasa. O po kujti plasa. S'diku vivër, si është kom shtëpi me pllaka, s'diku vivërdall, ku dëgjon. S'ka gjë. Ndërsa aty s'ka nevojë vivërdall, aty dal hapur, kuptoj. Se ne kot kemi të ide, domethënë që do të jetë dhoma, kuzhina, do. Jo, la kanë koncept të gabuar. Shtëpi kabriole. O valele. Pra, o Samir me qen. O Samir me qen e pa qen. Me qen. Dha lajmet. Në publicitet. Për çdo problem ose informacion tuaj, Pixpare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori lënë sekretarin tonë do të ndiqet nga gazetarët e Pixpare. Allah me qupa, ja Allah me po gëty bëqë gëj 20 vjeqë. E nga vazhë do pje. Viri në fkacit të kone lejzit. Të di një rruga që ti me qenë. Deme të shikë për
Jo këtu. Jemi të jeni të atë dhe kajtë. Villa t'i kemi. E kupton apo jo? Ardhë dhe jemi të jeni në Sinicë. Çfarë do bëj në Sinicë? Çfarë do bëj? Ka lënë në... Jo. Ka drur atë. Ka dru. E ku ka dru ka dhe sëpatë. Po si vete. Babë sëpata. E babë, bet para plesistit ja hy në pyllit a bëjno. Po poja. Kajtë bërë, lere se kajtë do kjo, ka probleme. Lere, një këngë tjetër se, gjitho, problemi është nuk është me kënga që bëmë zonjë dhe ndërës e mdjali e mbëllë. Se piverën asrakit me një tra e mbajsht, Jo, tani... Ka për një tra, mo. Dhe mo zonjë... Po s'prajnë gjithë pyllën nuk e mbajnë shtëpita, shi, këtona për jo. Vërtetë më thënë disa banor të zonës presin... Ba, mo zonjë, kolovarë. Si nuk jo... Mos ma le të arimojtë ashi, mos... E prandaj po do. Puna është këtu që, vërtet prijem pyje, në Sinicë, Me të vërtet, prijem pa karar. Në fshatin e Dardhët, se fshat ka që të bukur, ka që të mregullushëm. I bukur e s'ka, po, ja që e presin, janë Arzara, janë Dardharja, pyjet prijen. Problemi është Vase janë te për pyjet. Ndoshta vërtet arsye, më thënë është arsye ekonomike. Mund të Edhe pyetja e madhe ngrihet, çfarë bën shteti? Shteti po shduk varfërinë. Si të amortja, amortja. Po se amortja? Me nderë bajkë. Bishmi pamjet e para. Erdhëm në emisionin Fix Fare për t'u ankuar për një problem shqetësues lidhur me keq shfrytëzimin e pyjeve në katundin Sinicë. Po priten në mënyrë të pa rregullt dhe po shkatërrohen jo vetëm pyjet, por edhe pemët frutore i kanë prerë një për një. Jemi ankuar disa herë në për organet e ndryshme të pushtetit vendor dhe në drejtorinë pyjore, nuk po merren masa. Madje dëgjojmë që ata që po i shfrytëzojnë pyjet kërcënojnë që po të na pengoni edhe mund t'i djegim. Prandaj ju lutemi na ndihmoni, i bëjmë këtë apel pushtetit qendror dhe vendor që të pengoj këtë prishje të kësaj pasurie kombëtare. Miras. Vinë këte prisni dru. Po. Vini shumë apo vetëm ti? Vem shumë. Shumë, gjithë shati thuaj. Kësa kohë prisnin? Çfarë sezoni prisnin? Nga çmuaj deri në çmuaj? Apo gjithë vitin? Gjithë vitin, vazhdo. Punë e lodhshme është? Po e lodhshme. Po me çfarë i prisnin? Me sharr apo me kështu? Me sharr. Kini tuajat? Po. Lodheni sa orë punonin ditë? Po 2 orë, 3 orë. 2 orë, 3 orë, pastaj vjen aty. Po. Sa shkon metri kub? Sa arrin? 22. Ka vet 22. Po. Au. Po këto dru frutoret, moll, dardhë në një kështu apo? Jo, këto s'presim, veç mau. E keni prerë ato që janë përpara? Jo, s'kemi po presim au. Sa vjet ke që bën këtë punë? Ka 2 vjet. 4 vjet. Lodhesh? Po lodhe. Po kështu pagonin para siguracione, taksa, gjëra kështu apo ja, akoma? Pagojmë. Po ku? Komunë. Sa? Se di pagon babet. Po keni marrë leje për të? Jo, leje s'kemi marrë akoma. Asnjë çfarë leje do marrë? Jo, leje nga shtëpia që ke ardhur këtu flas. Po leje ka marrë nga shtëpia. Jeni shumë këtu? Ja, no, sa duash vim brapa. Ti je i pari? Një pari, sa duash. Jepi. Ne nuk i ndalojmë dot fshatarët se ne u themi pse vini bëni këtu e ashtu. Thotë pylli jote është i ka komuna. Fillimisht ata e prendru frutor tër bashkë kishin maslumit, komplet s'ka asnjë moll, po kishte edhe dardha dhe domethënë drut tjera. Se shmënyri jetesa. U japin leje nga komuna për të bërë drusi? Po, ka që japën, ka që s'japën, mos e kur i thësh, ajo leja është për të marrë, domethënë kemi paguar vit për vit nga 6.000 lekë të vjetër ose 600 lekë të reja. Edhe bëni 2 metra kub, 3 kub. Po sa ke nevojën, për shembull, nuk bën dot 2 metra se s'dihet, për shembull, sa djeg një familje, se këtë djegin për shembull përdoret më shumë dryja se sa korrendi. Gjithë fshati juaj vin këte? Po ka, s'është vetëm fshati, janë tërë fshatrat, po. Gjithë fshatrat këte vin. S'kan ku të vënë gjithë. S'kan këto. Ska kjo ky mbeti, kjo zona është. Ec moj kuçale, ec do vemi në pazar sot, ec. Si vën punët? Mirë, lodhemi. Për ditën? Për ditë, kjo bash. Po zuajtë s'kemi këpër.
Ka u kemi? Ja, vë këtu nga Miras. Jeta çtot. Po jeta ja. E përballoni. Si na shikon, ashtu na shkruaj. Juve me se merreni? Ja. Me dru. Për ditë. Po çfarë bëj? Drute. Çfarë bëj? Çfarë bëj? Vjen mbarojnë do pastaj. I merrni dhe i shisni ato. Kjo është tregtia juaj. Për vetë do shesë, po sa shtroj ti kjo i dashur. Takova dhe njerëz të tjerë që nga Miras. Këtë punë bëjmë ne ta skemi. Çfarë bëjmë? Jo ne po gjithë fshata. Po kjo është në përfundim tash, pastaj do marrim kazma të çunim të i pres. Ska, ku ka? Ska dru. Po ska. Nuk u shtroj ti kjo. Po këtë janë kjo pjesa tjetër, s'ka kjo vetëm kjo. Po ku ka ato drizan atje? Ska. Ku ka? Duhet jenë më të trashat. Hajde. Ata të pyjore su ngacmojnë. Po të ngacmoj, ç'a do bëjmë? Ja u mban thuaj. Po ç'a do bëjmë? Ja u mban. Po doni ja mban, ç'a do marr? Mua janë të vita marr mushkin e. Ja, ma jo. Të dhja të hodin me shake 30 vjetë. Ka të shakse për dru, me bukë. Jo, unë jam dakord që të thuash. Unë jam dakord të pritet gjysmë me pylli. Po i tani jo. Të thuash atyre në Sinicë, të bënin të berazir se ajri e erozioni. Çfarë mo? Ikse të jap një mbrapsë të kanë. Po ta dhash me myke të shpura në esfel. Të bëra ufkë. Unë është si këta banorë të Sinicës. Tu hapet një rrugë, një do centrala. Mo një steg. Dhe që të marrë një para, këto se të qëtë. Në një veka dhramise, nuk betë kështu. Dhe sa përse për këtë dardhës, jo, aty ndalu bek se ka endek. Se për qa ka në dardhë? Kollë për dru në dardhë në pyllit për rreth. Se ju ardhi ky dhe e di që me kjo, i këtë prapë. Se ka mardhur. Dhe i se ko the mu për në pyllë në dardhë. Mu më për vjedhi shpi, për më për nabë. Ku ke shpi kjo? Po që nga njeri me leka? Ja ma! Ti e di që papa im e saksioner në 4 fabrikë qimento. Papa im! Rëndaj e quk ka shkallon, ka u quk fare tja. Nese, po të isha të theshja që. Të rash një të perëndova, e më gënjen mua fos kam lekë. Jo këto. Qeshtë? Në Shqipëri prerja e drurve... është një fisnikëri dhe virtyt. Jo, është mas administrative, është gjobë. Qarë gjobë? Gjobë. Pati një propozim që të bëhet një moratorium, si që është për ujra, të bëhet dhe për pyet. Për 5 vjetë mos prijet asë një lloj druri. Po që do presim pasaj të presim njerëzit? Bëj! Kushta bëj dhe pse ta bëj? Të qenëll nuk kanë qenë pak kronikat nga Marin Nema. Marin beshe ngordën. Se pak kryetar komuna, fshatarë, më thënë që a gjë pri njëri e pri tjetri. Ndisht një intervjist me zotin Luan Ushin, drejtori shërbim bujor në Devod. Po, në Devod? Ua, në Pançar, në Gracë, në Baban. Diqe. Ne si drejtoria e shërbimit bujor kemi informacion të filmimeve që janë bërë nga gazetarët e emisionit Fix Fare, Top Channel. Kemi qenë në kontakt të problemit dhe situatës në atë zonë. Bëhet fjalë për zonën të pyjeve të fshatit Sinicë dhe fshatit Qytezë që i përfshin ose janë në administrimin e njësisë qeverisjes komunës së Miras. Ato pyje në cilë këta njerëz ose banorët të këtyre fshatrave, dhe kryesisht të fshatit Miras, pasi është dhe fshati më i madh i kësaj zone me një popullsi më të madhe, shkojnë dhe bëjnë dëmtimin ato sipërfaqe pyjore, gjithmonë për të plotësuar nevojat e tyre, për ngrohje, për drus për një periudhë rreth 7 mujore që zgjat në këtë rreth. Inspektorët e policisë pyjore, sipas ndarjes së zonave respektive, ushtrojnë kontrollet vazhdueshme në këto territor. Pse nuk janë ndaluar këto prerjet e paligjshme nga këta banorë? I vetmi problem është furnizimi i popullsisë me lëndë drusore për ngrohje. Ne kemi proceduar, për të qenë sinqert, banorët të kësaj zone. Me statistikë mund të them që brenda këtij muaji janë rreth 75 procese verbale administrative. Gjoba bëhet në bazë të drurve të prerë, po me mesatare shkon nga 400.000, 500.000, 60.000 të reja gjithmonë domethënë. Relativisht situata e pyjeve të Devollit në atë zonën ne kemi pyje të mirë. Po, shiko,
Nuk është që a keq pyje, nuk është ka që alarmante gjendja. Po ti shikosh nga largë, pyeti duket plot. Në mes ka grope si së mundi e qenis në kokë. Ti ka gropa, kështu jo bre. Nuk është daqë keq, kemi vendosur një 75 gjoba, gjithë se shati ka 10.000 banor, gjithë për dru, vetëm 75 ka ngrënë gjoba. 75 gjoba bëhen të 8.200 leka gjithsej të vjetra. Po të vjetra be. Gjithsesi. O, më ju hemë sa drejtën juve, se kështu si e kini bërë juve. Problemi është shumë që të flasim që shumë me... Të rimbë drejtë të flasim shtrembër. Me taban. Me taban. Me qarë do të ngrohen ato? Bie dëbor, bie shi, bën ftohtë, me qatë ngrohen, me kaldaja. Me qillën, se më të ngrohen. Qillën i pse është. Ja, 12.000 euro gjesht. Mos godit fort, lekë, i goditur jam. Mirë. Po ka mo forma, ka qillën. Po. Ke kondicionin, ke qymyrë druri që është hyllë bote, mund të ngrohesh me letra, mund të ngrohesh me gazeta, mund të ngrohesh edhe me frymë, mund të mblidheni shumë veta në një shtëpi, edhe duke fryrë shumë dhe duke sofjuar, mund të... Ore njeriu e gjenë mënyrën, ore. Mund t'i bëni pushimet në Etiopi gjatë periudhës së dimrit. Pa, bravo, bukur. E lep. Këto janë zgjidhje për sinicën, për dardhën, për... Ose piuni e beuni dambla dhe s'ndjeni të ftohtë. Roku lisni kade, bëni qefit tamam. Ani pini këndoni, ta bëni kokën që kanë. Teksti vjetë. Publicitet. Hajde, qarën vajza shlirin, erdhën, ikim zëra, vinë këto, kur vinë këto, pu, si janë kur vinë këto. Këto janë kur vinë këto, se të piskon gjarë pri. A më shta kapim që të përbëm gjiro nga liqeni. Atere, ku jemi në këtu? Mi nderuar folëm qartë dhe pasër për historirat të ndryshme, për sinicën, për dardhën, për pyje që prije, sa mos janë vetëm këto. Kemi treguar për lurën që... Lura ka qenë dikurë, kishte penjë. Nëse të zduken vajzë... Qarë thua, bre, qarë? Unë poshtë. Lura ka la bie, lura. Lura është bërë të gjithë kapsët e në bronkopneumonisë, u ben korejnë. Nuk ka pëmbrohen fare. E o ma fosu me mua këtu, O ma fosu me këtepe, se kryti të gjera. O shapke, e pa monitorime. Mo me ty e ka. Fajim derit. A më mirë, ha? Ja. Jo pra jo. Ajde shpirë se erdhë pra në vera, qeli lule të përësori. Kaq, mbarë, kaq. Mirë. Ka ardhë pra në vera. Kur mërë? Do fillojmë të zhvishemi nga pak. Nga sa? Pak. Ndiqe pak. Ke e djela shqiptare. Dhe unë jam hapur sot, e kam hequr kollaren, me qënë se filloj vera, thash po hapim edhe pak e tjerë. Shumë bukur sot, shumë bukur. Më pëlqen. Të pëlqen? Po, më pëlqen, Andresa. Bë një rotullim? Pak e shkur të këtu. Okej. Por, më thoj pak, Andresa, ke planifikuar në gjë? Qarë ke? Pse të shikoj? Po, sytë për far janë. Shikon që janë zhvishur? E shikoj. Dhe arditi me të drejtë e mban kokën? Aty ku duhet. Ullur. Po pra, po kështu si ka filluar emisionin në fund, ku do jetë vetëm me kanatiere dhe të mbathura. Edhe prandaj është ajo kënga, ngrije kokën. Lart dhe moj. Se më dogji. Gjanin. Kaq mbaroj. Inde gusha jote moj, arom kaçkavalli. Ore. Jo flas kaçkavalli. Lule, kështu, portokalli, është letë që portokalli. Lere vajzë, mos e vjen në siklet. Po kjo Andresa ku e ka adresën? Ta them unë. Mirë. Dhe unë jam hapur sot, e kam hequr kollaren, me qënë se filloj vera, thash po hapim edhe pak e tjerë. Ke planifikuar në gjë? Qarë ke? Pse të shikoj? Mirë brëma. Ma më si... Jam e djerës. Që bukur. Dëgjoj se sot News 24. Qarë thot? Kërkohet ndihmë nga Bashkia Ndërkombëtare. Bashkia kushmar? Ndërkombëtare. Kur u bëm në një planet? Riarti dëgjoje. Në një intervistë të përditshme në Zërit Prishtinës, duke i bërë thirrje Bashkisë Ndërkombëtare, që të hedhin dritë mbi të vërtetën e bisedimeve. Por mos ka dashur të thot bashkësia se Jo. Neve një planet se jemi bërë akoma. Dëgjoj këtu. Me që u fol shumë për Bashkinë e Tiranës, s'ka më bashkësi. Ka bashki, bashkim,
ka lulka, edka. Këtu gjërash. Këto gjëra, po. Pra bashkësi, kjo bashkia ndërkombëtare. Kush do ta drejtoj? Unë. Ja, shumë mirë. Duke i bërë thirrje bashkisë ndërkombëtare, që të hedhin dritë me të vërtetën e bisedimeve. Me mbrëma. Me djerë se gjithmonë. Tek Top Channel. Qoka? U zbulua. E zbuluan? Jo, që ka. Që s'ka faj trongulli. Trongulli s'ka ne faj. S'ka faj trongulli, ja. Ka thënë trongulli illët. Ja, edhe mua. E di kush e ka fajin? Kush e ka? Sonja. Kush Sonja, mor? Sonja mor e ka. Kjo e Top Newsit, mor? Jo, mor, ndiqe. Kush, mor? Pasi fajsuan triangullin spanjoll dhe më pas e shfajsuan atë duke fajsuar Sonjën. Por mos e ka për Sonjën, ore, se Sonja është ke Top Newsit, nuk ka punë. Në fakt titrat janë soja. Kjo tha Sonja. Si Sonja më si nga trokarin? Të gjim një Sonja, ku ka një Sonjë, ajo e ka fajin. Se jo ka fajin Sonja. Për të virusin. Po jo, në vjen keq, nuk e pranoj. E njefti Sonjën? E njoh, mos i se njoh. S'ka dorë ajo? Jo, mor, është gazetare Sonja. Më dakord. Në rregull. Sonja gazetare Sonja. Po. Pasi fajsuan triangullin spanjoll dhe më pas e shfajsuan atë duke fajsuar Sonjën. Natën e mirë, përshëndetje. Shëndetje, para ju ruajtën zoti. Nesër është e premten, mos gaboj, po? Si logjikë. Natën e mirë. Shëndet. Vajza.